Një aksident i rënd ka ndodhur në zonën e quajtur Kalaja, ku një kamionçinë e cila ka qenë duke udhëtuar nga Vlora në drejtim të radhimës, ka humbur kontrollin dhe përpasoj është përplasur me barrierat anësore duke rënë në pjesën e detit diku te 7 deri në 8 metra lartësi. Policia dhe autoambulancat të cilën mbritën më njëherë në vendngjarjen kanë bërë të mundur nxjerrjen e personit nga automjeti i cili kishte mbetur i bllokuar për disa momente në gjendje të rëndë për jetën, por që është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Blu Televizion sjell pamjet ekskluzive nga momenti në cilin ka ndodhur aksidenti deri në momentin në të cilin është ndërhyrë për nxjerrjen e personit nga automjeti dhe transportimin e tij në drejtim të Spitalit të Vlorës. Një automjet tip kamionçinë është rrëzuar nga një lartësi e konsiderueshme në zonën e Kalas në ujë të ftohtë në Vlorë. Sipas informacioneve, drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin gjatë lëvizjes, duke u përplasur fillimisht me barierat mbrojtëse anësore të rrugës, e më pas ka përfunduar në zonën poshtë pranë bregut të detit. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i kamionçinës ka mbetur i dëmtuar rënd, ndërsa menjëherë në vendngjarje mbërritën shërbimet e emergjencës, të cilat i kanë dhënë edhe ndihmën e parë të plagusurit, e po ashtu e kanë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës për trajtim më të specializuar mjekësor. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të gjitha rrethanave dhe detajeve të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se shkak mund të ketë qenë humbja e kontrollit të drejtimit të automjetit. Ndërkohë në vendngjarje mbërritën edhe forca të shumta të policisë së Vlorës.